Kryetari i Partisë për Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragan Đilas, reagoi në rrjetet sociale ndaj një deklarate të presidentit serb Aleksandar Vučić në lidhje me njerëzit që bllokonin rrugët, duke i quajtur njërin prej tyre idiot. Vučić e quajti një burr që bllokoi trafikun në shenjë proteste, duke kaluar vazhdimisht një vendkalim përkombësor idiot, transmeton Telegrafi. Imagjinoni një fëmijë që ju pyet: "Çfarë bëre sot, babi?" "Hej, unë kalova të njëjtën rrugë në një vendkalim përkombësor 400 herë. Imagjinoni çfarë idioti duhet të jeni për ta bërë këtë", tha Vučić. Đilas reagoi ndaj kësaj deklarate, duke u përgjigjur Vučićit në mënyrën që Vučići do t'i përgjigjej fëmijës së tij nëse ai do ta pyeste se çfarë bënte në një ditë të caktuar. Sot në parlament, babi propozoi që të vritet 100 musliman për çdo serb. Sot, babi me kumbarin ton, Xhaxhain Sheshelin, nxori nga kopshti një fëmijë me kombësi kroate. Sot, për të shndruar në pushtet, babi gënjeu se nuk kishte bërë asgjë në çatin që mbyti 16 persona, tha Đilas ndër të tjera në postimin e tij. Ekzistojnë rregulla specifike kur bëhet fjalë për pamje dhe sjelljen e oficerëve të policisë në detyrë. Shoqata profesionale e policisë, Rudolf Archibald shkroi sot ministrit të brendshëm të Serbisë Ivica Dačić në lidhje me përdorimin e policisë fantazm gjatë sigurisë së bllokadave civile, duke deklaruar se kjo praktik ka shkaktuar reagime të forta negative nga opinioni. Në një deklaratë, shoqata vlerësoi gjithashtu se një praktikë e tillë kontribon në perceptimin e mungesës së transparencës dhe dëmton më tej besimin e qytetarëve në institucione. Shkalla e këtij mosbesimi tregon edhe nga postimet në rrjetet sociale, të cilat ekspozojnë njerëz që dje me uniforma, por pa shenjat e zakonshme të policisë dhe me maska në fytyrën e tyre, por i vendosnin në rendin në qytet. Shumë besojnë se këta nuk ishin as pak oficerë të vërtet policie dhe po përpiqen të zbulojnë me kë kemi të bëjnë me të vërtet. Përveç anonimitetit, uvure edhe disa prej tyre kanë tatuazhe, gjë që në fakt është ndaluar të bëhet në pjesë të dukshme. Sipas rregullave mbi sjelljen dhe pamjen e personave të oficerëve të policisë, tatuazhet nuk lejohen në pjesët e dukshme të trupit dhe nëse ekzistojnë, ato duhet të mbulohen me rroba.